çmimi i naftës arriti në 224 lekë, një çmim ndër më të lartit në botë. Nuk ka dyshim se lëvizja e çmimit të naftës diktohet nga kriza energjetike e krijuar për shkak të luftës në lindjen e mesme dhe të goditjeve të vendeve të gjirit nga Irani. Por një rritje të tillë çmimi nuk e ka asnjë vend tjetër në botë. Shqiptarët duhet ta dinë se qeveria shqiptare ka vendosur taksën më të lartë në botë mbi naftën. Asnjë vend tjetër nuk takson kaq rënd, nuk takson naftën në shkallën 60% të çmimit të saj. Shqipëria është rekord në Europë dhe në botë në taksimin e naftës, çka detyron kompanitë të mbajnë çmime stratosferike. Por së dyti duhet theksoj se në qoftë se e bëjmë me proporcion rrogash apo të ardhurash ditore, shqiptarët rezultojnë se duhet paguajnë për naftën që blejnë 6 deri në 8 herë më shumë se qytetarët e vendeve të tjera në raport me të ardhurat e tyre. Pra, nafta është një ndëshkim i vërtet dhe kjo është një taks çnjerëzore, absurde, të cilën e paguajnë çdo qindark qytetar shqiptar. Edi Rama taton naftën 1.1 euro për litër, sa asnjë vend tjetër në botë, 60% të çmimit. Masat që ka shpallur janë qesharake, nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë ndikim. Masat vërteta janë ato të cilat shpalli Australia dhe po i shpallin vendet tjera, për gjysmim i menjëhershëm i barrës fiskale mbi naftën. Pra, për gjysmim i taksave të naftës. Me fjalë të tjera, në qoftë se Shqipëria merr 1.1 euro për litër të naftës, qeveria këto taksa duhet t'i ulë në një shumë të përbashkët 0.55 euro për litër naftë. Dhe me këte nuk bën gjë tjetër, veç se barazon taksën me shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në pamje të parë, taksa e naftës rëndon në xhepat e atyre që kanë vetura dhe sigurisht rëndon në xhepat e tyre më shumë, por e vërtet